Ju jeni? Unë jam Lutfi Alia, pronari Argjendaris. Çfarë ka ndodhur sot? Në orën 3:30 është hapur dyqani me kriko, makine. Është hapur, ka rënë sistemi alarmit edhe kanë ikur ata. Nuk kanë trazuar absolutisht asnjë gjë. Nuk është vjedhur gjë? Asnjë gjë. Vetëm se dyqani im është vjedhur mbi 3 herë. Gjatë kohës që unë e kam hapur si biznes. Edhe 2 herët e para nuk janë kapur fare. 2 herë, 3 herë, nuk jetë vjedhur. Të shikojmë këtra. Ke besim se mund të Kam besim në media. në policia? Nuk e di, nuk e di. Herë tjetër, sa ka qenë dëmi? Dëmi po si, ka qenë i madh mbi 15.000 euro. Keni frikë për 10.000. vetëm për biznesin? Kemi frikë për biznesin. Nuk shesim dot, nuk qëndrojmë dot, se urdhron. Se që është bërë. Mendon që është e njëjta dorë që ka ardhur? Nuk ishte e njëjta dorë. Tashi, dyqani im është vjedhur para 15 vjetësh atëre. 2 herë, 3 herë. Tashi përsëri. Cili ka qenë shkaku, cili dyshoni se ka qenë shkaku që ata nuk kanë vjedhur gjë? Sot. Ka ku në hyrë, a i pash gjendje, nuk kanë vjedhur absolutisht. Alarmi apo policia? Alarmi. Erdha unë, nuk hyra do se nuk me la policia, që të hynja tashi ku mbaruan këta, pash gjendje absolutisht asnjë gjë se gjë. Edhe në pyetje, kamerat e sigurisë kanë filmuar njëri? I kanë filmuar, janë me maska. Janë me maska. Sa persona? 3. Shumë faleminderit. Videot nuk jo jap dot.